dhe një projekt ligj I porositur me qëllim pastrimin e parave të pista të krimit dhe të korrupsionit. Qartësisht do kishim dashur dhe kemi kërkuar që ky projekt ligj të hiqet dhe mos të votohet, por në këto kushte thjesht kërkojmë që të paktën edhe ju të pranoni dhe të përjashtoni të gjitha subjektet, zoti kryetar, që janë të përfshirë, janë në hetim ose janë të dënuar në fushën e krimit të organizuar dhe të narkotrafikut. Ky është thelbi I propozimit. Nga ana tjetër, propozojmë që jo vetëm të përjashtohen entitetet, subjektet, po të përjashtohen edhe kompanitë e individëve që janë dënuar ose janë në hetim për aktivitete kriminale. Nuk është normale që kjo qeveri, kjo maggiorancë të kërkoj parlamentit të aprovoj një projekt ligj ku parashikohet që një kompani e cila është vërtetuar, është në pronësi të një trafikanti të drogës të përfitoj nga paqja fiskale, nga kjo amnisti fiskale. Praktikisht është një ftesë për krimin organizuar që të krijojë kompani apo të përdori kompani për të pastruar parat. Kjo është kërkesa jonë. Nga ana tjetër kërkojmë gjithashtu që të përjashtohen dhe të gjitha subjektet që janë investitor strategjik. Besoj se mjaftojnë të gjitha përfitimet që kanë patur nga shpallja, nga statusi investitori strategjik, nga ulja e taksave, nga përfitimi I pronës private në shumë raste, nuk më duket e arsyeshme që përveç saj të japin edhe mundësinë që të përfitojnë nga një amnisti fiskale. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi me elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 17 vota pro, 1 abstenim, 68 kundra, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit përgjegjës. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Para se të vazhdojmë me votimin e neni 8, do të votojmë amendamentet e paraqitura. Fillojmë me amendamentin e deputetëve Agron Shea dhe Erald Kapri, ku propozohet shtesë në nenin 8. Kush e do fjalën? Zoti Sheaj, përsëri. Sa po votuat në favor të krimit organizuar dhe të lejes për pastrimin e parave të pista, tani ky amendament në fakt ka të bëjë me ju, ose me ne, të gjithë ne. Propozojmë nëpërmjet këtij amendamenti, zoti kryetar, që të paktën të përjashtojmë veten nga amnistia fiskale. Veten tonë. Propozimi ynë ka të tjerë që ka biznes, Taulant, atëherë Taulant të korrigjoj, ti nuk ke biznes në emrin tënd, Taulant. Të lutem Taulant, mos trego broshkulla këtu, se ti biznes e ke pa fund, vetëm nuk I ke në emrin tënd. Po këtë, po jo me që më provokove. Ju lutem zoti Sheaj. Dakor. Taulanti nuk e ka këtë problem, sepse nuk I ka në emrin e vet, I ka në emrin e familjarëve, të miqve të vet, të ortakëve të vet, të prestanomëve. Zoti Sheaj, prezantoni amendamentin, ju lutem. Atë po bëj. Këtë po prezantoj. Tani, siç e thash, sa po kërkova që të votonim dhe të ndalonim përdorimin e këtij ligji, që është thjesht një ligj për amnistin fiskale, të ndalonim të gjithë individët që janë dënuar ose janë në hetim për aktivitete kriminale, për vepra kriminale. Tani ju votuat në favor të tyre. Tani po ju them,
ju ftoj të votojmë, mos të votojmë në favorin ton, por të ndalojmë vetes përdorimin e ligjit dhe të përjashtohen të gjithë ata që janë subjekt të ligjit për deklarimin dhe kontrollin e pasurive. Kuptohet, kjo vlen për ata midis nesh që kanë biznese në emrin e tyre, nuk vlen për ata si punët Tauland Ballës, edhe këtu janë shumë, që bizneset nuk i kanë në emrin e tyre. Ata që bën një jetë prej milioneri, kanë makina prej qindra mijëra euro, jetojnë në vila prej miliona eurosh, por kanë një rogë prej 2.000 euro, 3.000 euro. Sepse ankohet kryeministri thot, këta gjykatësi thot kur i sulmon duan rritje roge. Por ne nuk do të shqetësohemi për ata që kërkojnë rritje roge. Ne do të shqetësohemi për ata që nuk kërkojnë rritje roge. Kështu që tani shikojmë qatë si do votoni. Do votoni në favorin tuaj, apo do votoni kundër? Zoti Balla. Ne do të votojmë kundër zotrin, edhe sepse ky synon që me amendamentin që sjell Lulit i kthej lekët. Nuk ja kthen dot Luli lekët këtij edhe me këtë amendament që propozon. Kështu që do ta votojmë kundra, s'ka merrja lekët Lulit në formë tjetër. Po nuk mund të replikoni mbi replikën. Po ju lutem, s'ka replik mbi replik tani, nuk mund ta bëjmë këtë. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 12 vota pro, 1 abstenim, 77 kundër. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e deputetit Erion Braçe, ku propozohet që në nenin 8 të shtohet shkronja Ç me këtë përmbajtje: vetë deklarimin e burimit të kapitalit dhe të ardhurat e përdorura për llogaritjen e fitimit të tatueshëm. Nëse nuk keni që përshtuar, zoti Braçe, hapim votim elektronik, hedhim votim me amendamentin. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 8 vota pro, 2 abstenim, 72 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit të Komisionit Përgjegjës. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Para se të vazhdojmë me votimin e nenit 9, do të votojmë amendamentet e paraqitura nga deputeti Erion Braçe. Fillojmë me amendamentin e parë deputetit Erion Braçe, ku kërkohet që në nenin 9 në pikën 1 të bëhen shtesa dhe ndryshime sipas propozimit të depozituar. Pra është amendamenti që lidhet me nenin 9. Hedhim në votim amendamentin, nëse nuk ka gjë për të shtuar. Hapet votim me elektronik. Lutem votoni, është hapur votimi. Mbyllet votimi. 7 vota pro, 1 abstenim, 79 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e dytë të deputetit Erion Braçe, ku propozohet që neni 9 pas pikës 2 të shtohet pika 3 me këtë përmbajtje: gjatë periudhës marrëveshjes nuk falen gjoba procedurale apo penale, nëse gjatë verifikimit rezultojnë elementë vepra penale ekonomike ose pastrimit të parave. Hedhim në votim amendamentin. Hapet votim me elektronik. Mbyllet votimi. 9 vota pro, 1 abstenim, 78 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit të Komisionit Përgjegjës. Neni 9 pro, kundër, abstenim miratohet. Para se të vazhdojmë me votimin e neni 10, do të votojmë amendamentet e paraqitura nga deputeti Tauland Balla. Fillojmë me amendamentin e parë deputetit Tauland Balla, ku propozohet që neni 10.1 shkronja e shtuar nga Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat të hiqet. Zoti Balla, vijojmë me votimin e amendamentit, hedhim votim. Hapet votimi me elektronik. Ju lutem votoni.
Mbyllet votimi. 75 vota pro, 2 abstenim, 10 kundër, amendamenti miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e dytë deputet Taulant Balla, ku propozohet që neni 10.1 shkronja F e shtuar nga Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat të hiqet. Vijojmë me votimin. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 2 abstenim, 5 kundër, amendamenti miratohet. Vazhdojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit të Komisionit Përgjegjës. Neni 10 pro, kundër, abstenim miratohet. Para se të vazhdojmë me votimin e neni 11, do të votojmë amendamentet e paraqitura nga deputeti Erion Braçe, ku propozohet që në nenin 11.1 të shtohet pika 1 fraksion 1 sipas propozimit depozituar. Hapet votimi me elektronik. Ju lutem votoni. Mbyllet votimi. 9 vota pro, 0 abstenim, 79 kundër, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me votimin nen për nen me karton sipas variantit të Komisionit Përgjegjës. Neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Para se të vazhdojmë me votimin e neni 12, do të votojmë amendamentet e paraqitura. Fillojmë me amendamentin e parë të deputetit Erion Braçe, ku propozohet që në nenin 12 pas pikës 2 të shtohet pika 2 fraksion 1 me përmbajtje sipas propozimit. E hedhim në votim